Përshëndetje të dashur fëmijë dhe mirë se veni në emisionin tonë të sotëm. Sot në studio kemi një musafir shumë të veçantë dhe të njohur për publikun, e sidomos për ne fëmijët dhe moshat e reja. Ai është prezantuesi i programit Oksigjen, Besim Dina, me stilin e tij unik, humorin e ndjeshëm, e po ashtu edhe me aftësitë për të krijuar intervista, të cilat mbeten për një kohë shumë të gjatë në mendjen e shikuesve, ka arritur që të krijojë një karrierë shumë të suksesshme në botën e mediave. Me të së bashku do të flasim për përvojat që ka, sfidat që ka hasur gjatë gjithë këtij rrugtimi, e po ashtu edhe se cilat janë disa nga emisionet që nuk i kanë hekur përmendjes gjithë kësaj kohe. Andaj, qëndroni me ne për të ndjekur këtë bisedë shumë atraktive. Përshëndetje. Përshëndetje Erblina, përshëndetje Hira, faleminderit që keni thirrë. Faleminderit juve dhe mirë se erdhët. Mirë se gjej. Atëherë po fillojmë me pyetjet. Bëni që të lulejnë për mua? Po. Për 8 mars mos i mvani mua. Faleminderit. Përveç kësaj edhe një kartolin. Faleminderit. Bëni me qeli me lexu. Po, sigurisht. Kush ti shakon me shumë respekt për Besimdinën nga fëmijët e Radio Kosovës, autoria Lirie Cakiqi. Faleminderit. O kamera që të Prishtinë zarf. Okej. Faleminderit. Faleminderit Kemi juve. bukur prej ma po. Una? Kujtim shumë i bukur. Faleminderit edhe juve edhe për një vesh kujtim shumë i mirë që keni ardhur. Si ka filluar rruga juaj në botën e aktrimit dhe në botën e humorit, si dhe pse ju shtyu dhe cila ishte dëshira juaj për aktrim? A më këthy shumë ma përpara, a me njëherë të humori? S'ka dart. Ju e një qika të reja edhe në zonë të mira me siguri, përderisa muni edhe me bo emision të radios ose televizionit, dikur i kemi pas shkollat e mshelni, dikur fakultetet, okupatorin, apo të mbyll edhe shkollat, më thonë sa në kryesor të një populli, edhe unë kom pas humorin gjithmonë pasion. Një konzanë se shkëlqyshëm, që ta dim, edhe kom pas humorin pasion gjatë mësimit, edhe përgjigjet e ilustresha edhe me humor, përgjigjet e sakta, qaf matematik, fizik, kimi, biologi, këtë lanë që kemi pas. Dhe kom pas si gjithmonë ondër. Në 90-shin, vitin 90, kemi qenë në atë ko, në mërshën ushtarë me zërë në atë shtetin që ka qenë, edhe aty dëgjësha një radio në Kroaci, të shakut bëhet Kosova, Republik, unë kam majtë emisione në radio, prej pasionit, më thonë vitin 1990, pas ta erdhëm në studime këtu në elektro, por unë bëllë fakulteti edhe bësha që shto humor në për naja, në për edhe pas taj me videokaseta, dikur fillova në Radio Kosovë bashkë këtu, para sa bëjbje 24-5 vjetë. Si ka qenë eksperienca juaj këtu në Radio Kosovë? Shumë e mirë, kam shumë kujtime, bile parës kur erdha këtu në emision e juj, me shpëtim Salihun i shëtetën pak ato studiot ku kam punuar 5 vjetë e gjithë, 273 emisione me Zanën edhe me Ermadan Mehmetin, teknikun i mikon standard, ko pas ko veke edhe shpëtimi, gazi, edhe një kujta ba? Okej. Atëherë, si e kombinoni humorin tuaj? Ismet Fazliu konej. Vazhdojmë. Humorin tuaj me shka e kombinoj? Po, si e kombinoni humorin tuaj me mesazhet që dëshironi ti përcjelli më pas te ne fëmijët ose te njerëzit që ju shikojnë? Po, kur ndoshta edhe tash e keni lexuar për shembull Kantin, Immanuel Kant. Thot përshkruaje ose paraqitet bukurën me të madhërishmen, kombino bukurën, madhërishme është çdo gjë që është që mbetet si mesazh, si që të shtin me menu, ndoshta e bukur është humori që ilustron që të ngacmon trunin, më thonë, çysh e tha çeta. Qëllimi gjithmonë është edhe s'kemi ato pse edhe duhet mi fshej jo, pra qëllimi është që përmes humorit mu majten manda dhe çaj mesazh. Cili mesazh që ato që kemi lexuar në për libra të autorëve të mëdhej, qoftë shqiptar edhe të huaj. Gjithmonë tentoj edhe është elementi thelbësor i paraqitjeve të mia televizive, porosia të shikuesi, hajde ta ngrisim shkollën, hajde ta ngrisim edukatën, ta ngrisim ardhe dashurinë. Kjo, humorin pra e qesë sikur, si melmesat që i qiten gjellave, për më bu ma shishme, qaja porosi. Cili është momenti më i paharruar në emisionin Oksigjen? Ka shumë
kuptohet që kjo përgjigje është e gjithë dhe ku s'di çfarë më thonë, ka shumë detajjon një, po kryesisht unë njihem mirë në pjesën e quizit, kur kemi pas student të mirë, të dalluar, që ka një përgjigje, tash quizi nuk është në parametër që t'jep not kaluese në provim, por megjithatë, çdo nxënës, çdo student do të pas një huri të gjëra në gjitha fushat për me jetu ma bukur, për me pas kuj mi jap ndonjë këshill në të ardhmen. Dhe kryesisht jam një mirë me student në quiz, në pjesën e parë, pra intervista që është, ka pas plot përbes, mujm me përmend s'ka të dush, sidomos qikat, se e dim që populli unë gjithmonë ka hek këtë farë ndasin që na kanë imponu pak me falsitet, jo qikat, jo djemt, janë matë zotë kësi, ne jemi krejt një, qikat më kanë lënë për shtypje shumë, nëse juve ju kujtot në e musafir, në thëmë, po, ajo konë shumë i mirë, ose po, ka pas edhe matë mirë, se s'pedi që më të thonë tash, këm pas, kësha më të thonë, more, hajtë që për kujtot, dojna mema, e Shqipnis, për të kujtot, dojna, ajo ka qenë një qik është, një qik e zgjuar, e përshtatshme për emision, e haptë në tema, fol çka të dush, më mblen përshtypje shumë kur musafir thotë nuk kam kurfar kufizime, kurfar cenzurë, vetëm çka dush se unë për shit punë jam, se nëse nuk je i pastër më sprana me dalë nëpër media, se njerëzit mas ne pritën të kapën atë. Për shembull që u kujtu dojna. Po ka plot, janë 685 emisione të Oksigjenit deri më sot. Me siguri transmetohet këto ditë, që mësë me në bo 686, se deri se ta bojmë edhe 686, ka pas shumë musafir, nuk për, hajde që për falenderoj të gjithë, se s'pë du mi markohen juve me falendru, tash musafir të Oksigjenit, ka pas shumë edhe unë jam një mirë, shumë jam gëzu edhe vrejni ju, me siguri si shikus, sa shumë gëzona kur din kandidat në quiz, ose kur musafir jep një porosit bukur, një mesazh, e kom pasionën ato, nuk e kom punë. Po ju keni pasur shumë e shumë të intervistuar dhe shumë e shumë musafir. Po cilin nga ta do ta veçonit? Po, që kjo edhe tema, unë do më përshkru kështu në mënyrë ma generale, që shumica kanë qenë shumë të mirë, mi veçu jo që kam konsiderat ndaj dikuj, mës ta veçoj këto, mës po i dhënohet aj, po kryesisht 80%, 90% jam shumë i knaqen me intervistat, thash, më më përshkru që kur kem pas student mirë, ose qika, ose djemë, zot, që kanë dhonë për këtë vend, për shembull kemi pas luftetar, kemi pas të UÇK-s, kemi pas musafir të hatashëm, kemi pas mjek, kemi pas mësus, që kanë kontribu me breza, një mësuse, për shembull është e rrethit, me Mitrovicës atje, me në ka jap shumë ngrëhtësi, këshilla edhe se mësusja është njona a dytë. Kështu pa emna, po kemi pas plot edhe ju keni problem me mizgjet, cili ju konë më i miri. Për që ta për vetë një mu, nuk di, për që më pas ka një letër, po s'ka pas ka pru. Vazhdoni ju, po duvi ju mësu që ka musafir që del pi temës e ju duimi menagju. Me shumë respekt për bërës, këto kom lezu falmirë. Përmende që keni shumë emisionet të Oksigjenit, e a mund të ndani ndonjërin që ka qenë më së shumti ose më qesharaku? Me qesharaku, që kemi bo humor për shembull, kanë qenë Leci Cima Qumili, shumë kemi pas kesh, me të tret, pastaj edhe me Cimen veç e veç, edhe se cilin kemi pas edhe veç e veç, kemi pas Florian Binaj, Polici Portokallis që lunë Portokalli, Logikonomia, kemi pas, kujtëm në të tash humorista, këtë me humorista kemi kesh shumë, pra ka pas edhe ne plazojmë nga fusha politikës që u konë ne frajer, po hajde tash e kujtoj, se para ata mbin më pak në mam. Po këta që i përmena, sidomos ta humoristat, kanë qenë fantastik. Po këtë dëshironi ta ftoni në emisionin tuaj? Juve, dyjave, ku të kallëzoni rezultate edhe në studime. Shka të në me studiu? Mjekësi. Shumë mirë. Këtë do një ta ftoni, unë përbesoj që një parafërsisht i kompletsu krejt kom pas dëshirë, janë edhe disa të cilët do t'i ftojmë, me kam bet Marak për shembull, Dritora Golli. Që s'kemi pas mundësi, misil, shkrimtar joni madhë, më kanë me disa pengë kështu në shpirt, që s'kemi mujtë me realizu emision me ta, edhe
Nuk po di, kom qef ta zojmë. Inva Mula, sopranaja jonë, futbollistat ta yjet tanë që po na prezantojnë me njësh mrekullueshme në përboti, kemi pas disa, Zhegroven, Rashicën, Lëricanën, këtu pari. Si e menaxhoni emocionet e stresin gjatë emisionit? Thash që kom pasion, edhe sigurisht ju me mu që i një bo shok edhe shoqe me njëherë, që ashtu edhe unë e bëj me njëherë Musafin shok për mja bo ati mundi shumë mirë, edhe e kom të zhvilluar atë inteligencën emocionale, bashkëndjej me Musafirin, nësa i mërzitet edhe unë mërzit natyrshëm, jo falsë, gjithmonë kam qenë original në emision, nëse më vjen me qaj, nëse më vjen me qeshi, prandaj publiku edhe e ka pranu se natyrshmëria ka përparësi, kuptohet ndaj gjithave, natyra është baba. E menaxhoj kështut, natyrshëm. Mërzitet ai, mërzit në dhonë, se thashë shikuesi e lëp të vërtetën. Pra që ata njerëzit e mdojnë e më qmojnë, se shonë që jemi vërteti. E humori është, e përsërisim, thënja se vërtetës në rrugë të pavërtetë. Thënja se vërtetës në një rrugë tjetër, ndryshe, prandaj ti qesh. Cili ka qenë projekti juaj më sfidues? Në Oksigen po flet jam në përgjithësi. Në përgjithësi. Projekt sfidues që si kom realizua, që i kom realizu. Që i keni realizu. Që i kemi realizu. Ma sfiduesi, kuptohet që është Oksigeni, se është një staf i madh, edhe ka shumë teknologji, të cilat ta krijojnë një stres kështu në heshtje, për shembull dritat këtu që kemi, mikrofonat, kamerat, kuku mos përprishet që tash kuku Musafin e kam të madh, për shembull Reshat Arbana. Jo që e kom arru se gjithë një kom mend, me shka bashi kur ka qenë. Te këta njerëz, të cilët kanë përvojë të madhe një jetë, dhe të cilët kanë punu me disiplinë shumë të madhe gjatë jetës vet, aty më shtohet stresi. Se thëm, ku po munal drita Reshati për shembull, aktori i madh, një Reshat Arbanën, mundet më bo nervoz aty shumë lutna, te vish teknikisht jemi mirë, vetë me veti, vish teknikisht, që to më sfidojnë, kur janë Musafir të mëdhaj, te projekte që i kom realizu, te projekte që ende nuk i kom realizu, dhe për kismet dojmë realizu, është një stand-up i fuqishëm, high level, të cilin hala së kom bo, jem të punu dhe pipresim atë momentin, ku të vjen vetë, që thot, hajde që ta shtabojmë bashkë, stand-up i mu më thirë në telefon, besima e gati, unë e qedha pak, jo, qume një herë në komën e qona se respektoj punën shumë. Çfarë presim nga Besimdina në të ardhmen? Nëse deri sot më konë mirë, për besoj që qito punët, deri sot që i kom realizu, mi është tu prap finesa, me tentu ka perfekcioni në këtë fush që jam unë, e dim që perfekcioni nuk ekziston, i keni mësu dhe ju në shkollë, po s'paku në gjithmonë thëmë edhe stafit tam të dashur, i thëmë hajde të tentojmë ka perfekcioni. Së ne bojmë, po është mirë mi majtë një shpresë, mos përputhëm bashkë me perfekcionin, stand-upin, thash, edhe e kom bë gati një studio, që juve fjokallëzë, për një podcast, një modeli tjetër, i cili do të shkoj krahas Oksigenit. Kështu dishka, me kamera, edhe ka një emën tjetër, ju thuni cili është emni, prej se i kam 3. Kështu që ende s'kam vendos. Çfarë mendoni se është roli i humorit në jetën e përditshme në menaxhimin e problemeve kështu? Humori është veç një përfaqësues i gjendjes, një reflektim, po humori ka anën, s'mujmë të quajt anë keqe, sepse thuhet pak këtë shtin me menu shumë si teorema Pitagores, an 4 plus b 4 barazi me c 4 do këtë thjesht, po deri aty sa u ardh Pitagora ka punu shumë, ndikon me shumë rëndësishme është media, shumë rëndësishme është, unë jemi dashuruar në televizion, sidomos në radio,
radio pa kamera, sepse varet shumë prej udhëheqësit e emisionit, edhe mësafirin që e fton, apo mundet mja kriju dëgjuesit në shtëpi atë imazhin, mishtimi paramenu çish përdo këtë Erblina, çish përdo këtë Hira, çish përdo këtë Besimi, jo në kuptimin se si kukla, mashallah dyjat, po jo në çish e kanë kriju atmosferë, dhe radio është një magji e veçantë. Keni përgjegjësi të madhe kur dilni në mikrofon, që të dyja, edhe këtë kolegët e juja dhe kolegët, sepse të është besu frekuenca. Të është besu frekuenca, të është besu kjo kohë në Radio Kosovë, edhe të më pas përgjegjësi të madhe, mu përgatit, edhe mu e qenë të qiltërt. A do kishit thënë ndonjë gjë për dukurinë natyrore, për ndryshojmë pak temën? Për cilat dukuri natyrore tash të kemi shumë. Për këto së fundmi, për shembull për klimën globale. Ngroja globale. Po. Ngroja globale nuk e di na a jemi tu kontribu në përmirësimin e ngrojes globale, na si shtet tash po foli, apo në dëmtimin e dim çysh i kemi do fatkeqësisht disa parregullsi qoftë te makinat e veturave, qoftë termocentralet, po na duhet mi njek botën e civilizuar, Erblina dhe Hira, duhet mi njek, qysh thash paras me tentu ka perfeksioni, na duhet me tentu ka ata, për shkak se që aty është shkenca, teknologjia, ata e din vlerën i jetës dhe në përgjithësi natyrës. Ngroja globale, ajo shtresa e ozonit, kaq sa kemi lexu dhe kemi dëgju, kemi lexu na edhe në shkollë mesme në fakultet. E rëndësishme, po fatkeqësisht nuk kemi na njohuri më të thellë, gjë që barra bie mbi media tona, mbi shkencëtarët tonë, që nuk na sugjerojnë, nuk na spjegojnë në mënyrë pak me bërtim, se kemi qef na ka pak me na bërtit. Me thonë, kujdes në pastërtin e rrugës, edhe ahen në ngrohje globale, qysh e gjujmë bërlogin, qysh nuk kemi kujdes me makina, çfarë karburante hyjnë, karburante djegëse hyjnë në Kosovë, është një përgjegjësi e madhe për krejt popullin tonë, sidomos për pushtetarët. Paka shumë kjo për ngrohjen globale, prapë përsëris, qysh ju kemi referu gjithmonë shkencëtarëve të mëdhej botënor, duhet më referu dhe tash bota. Çka po bën bota perëndimore për këto masa, për mu mbrojt, për mirujt shtresën e ozonit, edhe na duhet. Të dalim tash në një temë tjetër, po bullizimi në shkolla, si mendoni se ndikon te fëmijët? Shumë keq që po ndodh, edhe besoj që shumë keq edhe ndikon. Po prapë përkthehemi te përgjegjësitë e gjithë popullit, sidomos të pushtetit. Plot sene duhet më rregullu me ligj, nëse nuk na funksionon ndërgjegja si popull, duhet më funksionu një ligj i fortë, sidomos për kësi raste kur bollizohet një nxënës. Shka be di, çepi marr veta, se ma hun madh, ta zohem. Apo din, aja ka zënë mangësinë atij që të thot, ai ka zënë që ai njeri nuk t'i këshyr të mirat, po supozojmë që ku ka keqe kjo, edhe ti me njëherë din që ai njeri nuk është i mirë. Tash nëse ai nuk ka ndërgjegje, atëherë do është me funksionu edukimi shumë më i fortë, mos të them më i ashpër, edhe disiplina e madhe nëpër shkolla. Personalisht po ju them çika që kisha qenë profesor ose drejtor shkolle ose diku nëpër këto ministrit e arsimit, kisha vendos shumë ndalesa të përfshi prej bullizimit e deri te telefonat në klasë. Tash gjë që intereson mendim jam është kë. Telefoni në klasë nuk i vjen nxënësit, përpas kur është për punë, ta zoj më përdor kalkulatori ose në konsultim me Google-in, por jo me bo fotografi profesorit, jo me bo video, jo me hi në për këto farë rrjetet sociale, gjatë orës mësimi, se ti e shku me mësu në matematik, ta zoj matematik, dhe e ki profesorin adekuat për atë punë, profesorin matematikës. A e ka kry shkollë për atë punë. Vlen kjo edhe për profesort, pra për këthem të bullizimi, kallëzën që është pala tjetër shumë e ullt, shumë e munges të madhe të edukatës dhe s'ka empati, pra bashkëndjen me tjetrin. Kjo nuk na çon kërkum dijet, ku na çon kjo, na çon në një dështim total të atë dashurisë mes
nxënësve dhe ndaj dijes. A keni ndëgjuar ndonjë rast me pullizim që ka pasur të bëjë dhe si jeni munduar ta parandaloni? Bash konkretisht për shkolla, nëse po flitni, kom dëgju, po nuk kom pas mundësi atë me ndërhy, po nëse jemi në shoqëni ose në punë që jemi në stafi unë, nuk në ndodh kur, në ndodh në kuadër të humorit, në isan, adin, hajde guto pak ma shpejt, që ilustrojmë me ndonjë fjalë që jo ofenduse, po ngacmuse, po ata njerëz, pra po them, secili duhet me kontribu për me izolu ata njerëz deri të binden vetë që nuk fiton kur gjo. Ose më janë spjegu, okej, qeti mu për më shanë, shka ma thonë, hajde që bi marre hunën. Okej, po bravo, qashtu është, vazhdo shka do me boj, s'ko shka thot mua, pëdin, kur është shënej që ti i ki prioritetet tjera në jetë, nashta duhet me neutralizu qështu. Prap po thëmë, nëse nuk na punon ndërgjegja mirë, ligji duhet. E lypim na ka pak disiplinën pak si me zërë, që besoj që ka me funksionu për të mirën tonë. Më pas ka marrë malli, me najtë me kësi njerëz, me ju dyja pa ju borrafsh, as ju në gjas ju di herë parë që pjo shoh, po për mblenë për shtypje shumë që ka kësi qika me kësi qetësie, edhe kësi maturie në bised. Faleminderit. Shukërbes. A i një nëzanë se të mira? Po. Po. Bravo. Mjekësi, thatë keni me studiu. Nëna ime punon në spital edhe ndonjëherë kur e shoh që më tregon për punët që i ka, me të vërtetë më pëlqejnë shumë, andaj edhe kam qef shumë me studiu mjekësinë. Bravo. Është profesion i shenjtë, minimu dikuj që s'mundet mi bo vetë një punë. Nëna juaj bashkë me kolegët e vetë dhe kolegët e vetë bojnë punë të madhe, na i dim çfarë kushte kanë atje, i dim që infrastruktura, mungesa aparaturës bashkëkohore, por ata nuk dorëzohen, po flasin për shumicën e tyre, infermierëve, mjekëve, edhe janë patriot të ditëve të sodit. Edhe ata, sikur që duhet të jenë të gjithë mësuesit. Ka mësues plot. Patriotizëm është të më eduku brezat. Patriotizëm është juve dyjave me dalë me majtë një emision në Radio Kosovë, pavarësisht jo për mu që jam sa të punë përgjithësi, edhe patriotizëm është edhe autorit të këtij emisioni, redaktorit, teknikut, sepse dije që sot koha është, njerëzit kanë qef, ju kemi imponu na të doptit. Na, kur s'kemi bo emisione kualitative, i kemi detyru në heshtje, rinin me hi me najtë në për rjetët sociale, me pa dishka jo të mirë. Edhe ju vazhdoni me patriotizëm. Unë e quaj patriotizëm punën e juj, sot bashkë me ekipin e juj, sepse dije që radio dëgjohet, po jo që ka pas atë vrullin e madhë, dikur, po jo nuk po dorëzoj. Qysh nuk dorëzoj në dhonë në oksigen? Ka herë ngutë se thëmë, po prej natë kam i majtë oksigeni. Prej natë atyne që kanë qef bishkatrur rinin edhe popullin tonë. Atëherë për fund, çfarë mesazhi do t'u japje të gjithë fëmijëve? Marja? Gjithë fëmijëve dashni, respekt ndaj nënës, babës, vllahut, motrës, mësuesës, shokëve, se dashnia s'ka të meta. Kur e dën librin, kur e dën shokun, shoqen, domethënë dashni dhe dituri, lexim, mësim, konsultim, me bo pyetje shok i shoqës, kur nuk e din, nuk duhet më thonë jo më vjeni natë mu mi vetë hiren, më vjeni natë me vetë hiren kush është kryeqyteti i Italisë. Jo, mi pyet, se që ashtu mësohësh, tu pyet, tu jap, tu marr, tu jap, forcosh mësuesen, edhe kur dëshon diçka të mësuesa mundesh edhe një herë shtomen a përsërit, se nuk e kuptum. Është mirë mi kuptu mës milion një sant pa kuptun, mrena se ta çrregullon mendimin për vijimin e asaj detyre ta zojmë të fizikës. Dashni, lexim, respekt, disiplinë. Mos demeli, pa përtesë. Faleminderit. Kjo është mesazhi im. Tani për fund, a mund që të bëni sot mbylljen e emisionit ton? Për ju fëmija, po? Po. Mi mbyll, a disa zora mi mbyll, në kom qef me hap. Mish se erdhet në emisionin për ju fëmij, këta parafërsisht 30 minuta patët mundësi ta dëgjoni një bised mes me dhe dy nikoqirëve të emisionit Hira dhe Erblina.
unë ndiva shumë mirë, nuk do të thotë që mbyllim sot, nuk do hapim javën tjetër, është javore misioni apo? Pra mbyllet sot, po vazhdon javën tjetër me mysafirët e përzgjedhur nga dy koleget e mia, Erblina dhe Hira, edhe zbesoj që keni punë më të bukur mas këtij emisioni, ose me lexu, ose me u marrë me sport. Mirupafshim. Mirupafshim. Mirupafshim.